Në kuadër të javës ndërkombëtare në Fakultetin Ekonomik u zhvillua Dita e Startupeve, ku prezantua projekti Smart, një iniciativë që synon të inkurajojë dhe të mbështesë idetë inovative në fushën e biznesit. Projekti fokusohet në nxitjen e të rinjve për të zhvilluar koncepte kreative dhe të qëndrueshme, duke i orientuar drejt zgjidhjeve inteligjente dhe teknologjike për tregun modern. Në kuadër të javës ndërkombëtare, sot zhvillohet Dita e startupeve, ku studentët sigurisht do të bëhet një rezume e projektit Smart, një projekt i cili ka inkuraju idetë smart të bizneseve, një projekt që është këtu në sajt ideve smart që janë apliku nga studentët, nga stafi, por jo vetëm. Ajo që ky projekt ka realizu ndërkohë në këtë 3 vjeçar është një akordim ose një, le të themi, mbledhje të gjithë stakeholdersave, jo vetëm të Shkodrës, por edhe të rajonit, për të prodhuar ide, për të përcaktuar cilat janë nevojat e rajonit, në mënyrë që kjo qendër ti ofrojnë, le të themi, dhe të krijojnë një ambient jo vetëm për të ofruar leksione, por të shërbejnë gjithashtu edhe për të krijuar ide, për të prodhuar ide, si një qendër inovacioni ku studentët bashkëpunojnë me sipërmarrësit të ri, me startupet. Koordinatorja e projektit Smart Ylvie Kraja u shpreh se studentët kishin mundësinë për të shkëmbyer ide, për të bashkëpunuar dhe për të zhvilluar aftësitë e tyre në fushën e sipërmarrjes dhe inovacionit. Sigurisht, kjo është një shkëmbim ide, sepse këtu kena pjesëmarrëse edhe nga universitetet e tjera të Ballkanit dhe të Evropës perëndimore, dhe sot këta do të ndajnë idetë e tyre, do të marrin feedback dhe do pasurojnë idetë e tyre dhe të jenë të gatshëm, pra që këto të mos mesin vetëm ide, po të kthejnë idetë e tyre në startupe dhe në biznese. Përmes këtij projekti, të rinjt patën mundësinë të prezantojnë idetë e tyre, të shkëmbejnë eksperjenca duke krijuar hapësira bashkëpunimi dhe zhvillimi për bizneset e së ardhmes.